tjetër. Dhe unë duat përshëndes këtu në mënyrë të veçantë Zamirën, dekanen e ekonomikut Vlorës, e cila e kuptoi se nuk ishte as që kërkonte as që priste më në atë kamp. Dhe si vlonjate që nuk e bënte dot rolin e miut, erdhi dhe u bashkua me ne. Duke përfaqësuar sot Vlorën në skuadrën tonë kombëtare të 11 majit. Dhe erdhi jo vetëm, po me shumë të rinj të reja të Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Vlorës, të cilët vlonjat dhe ata nuk mund dot të rrinin radhë për të bërë mi. Dhe shembulli i Vlorës, i demokratëve të Vlorës, është shembulli që Vlora historikisht i jep Shqipërisë, sepse për arsye të paditura, Vlora është ajo që e para e ndjen erën e historisë. Dhe prandaj edhe tjera vajza e gra demokrate, se çuditërisht janë gra dhe vajza, e kuptoni? Edhe djemt e Forumit Rinor erdhën se erdhën me dashurat të Vlorës. Por të paktën janë treguar djemt mençur. Gra dhe vajza demokrate po afrohen dhe po na bashkohen edhe në tjera qarqe. Unë i siguroj se nuk do bëhen kur pishman. Ndërkohë që burrat demokrat le të vazhdojnë të reflektojnë, vetëm mos thonë që nuk ua u tham, ikni përpara se ta psoni si miu. Të dashur bashkëqytetarë dhe bashkëqytetare që na ndiqni sot nga ky shesh i bekuar. Unë ju bëj një thirrje shqiptare, një thirrje qytetare nga ky shesh që nuk ka flamuj të tjerë përveç flamurit më të bukur në botë dhe flamurit të ëndrës më të bukur në botë. Që të bëjmë i bashkë njësoj si 5 gishtat e kësaj dore, për t'i dhënë të nesërmes ngjyrën e fatit evropian të Shqipërisë. Pikërisht në javën e fitores son, që do të mbyllet në këtë shesh nga vetë Europa, e cila në 16 maj për herë të parë në histori do të ngrer tendën nën hijen e profetit. Dhe në atë tendë do të ulen në një sofër të madhe të gjithë udhëheqësit e popujve të kontinentit demokratik evropian. Prandaj le t'i lëm këtë herë, le t'i lëm për herë tjetër pas kësaj here të paktën llogoret partijak. Le t'i harrojmë këtë herë fanellat e tifozllëkut partijak. Le të ngrihemi këtë herë të gjithë bashku në lartësinë e takimit me historinë që na ka ardhur në derë, dhe le të mos lejojmë kurrësi në asnjë mënyrë që porta e hapur e shtëpisë madhe të Europës Bashkuar të mbyllet për shkak të shpërqendrimit ton nga shënjestra e përcaktuar e fatit Shqipërisë, qysh kur ai burr atje lart mbi kal la për brezat profecinë e tij. Vetëm duke realizuar këtë profeci kombëtare, e cila është përkthyer në 10 qindra mira tekste të shkruara nga luftarët e mendimit shqip, për cilën koha spret dhe dasi nuk pranon,
ne do t'jemi në lartësinë e duhur për historinë. Vetëm duke e quar në vend ata amanet, ne do t'jemi të denjë për etrit që na dhan emrin, na dhan alfabetin, na dhan flamurin, na dhan Shqipërinë. Dhe do të meritojmë më në fund se nuk e kanë merituar, po ta mendosh, shumë nga ata që e kanë marrë peng këtë vend dhe e kanë kthyer me syt nga Azia. Do të meritojmë nga zëllimin e tyre, që më bukur se kudo tjetër shprehet me fjalët e pavdekshme të Gjergj Fishtës përsëri. Si erdh tu rreq mendja shqiptarit prap për të gëzuar lirinë jetike, trashëgim lan atij prej të parit. E sa u ba gjaku e Medeti, sa u thuer rrena dhe tradhtia, deri që duel Shqipënia në veti, si premtue kish Perëndia. Dhe pastaj vjen fjalia rënqesë, të falem Shqipëni, ti shpirtit tem dashuri. Besojni kësaj profecie, motra e vëllezër, besojni kësaj profecie shqiptare me bindje dhe kraje e tjera, besojni këtij momenti ndryshe, se është ndryshe jo për ne dhe as për ju, po është ndryshe për Shqipërinë tonë përbashkët. Dhe bashkohuni me shumicën tonë. Besojni Shqipërisë 2030 në BE. Braktisini profetët e rrem. Braktisini qënjet qesharake, që predikojnë madhështira qesharake, apo që ofrojnë barna popullore për hallet dhe problemet tuaja, të cilat mund t'i zgjidhim vetëm së bashku dhe vetëm bashkuar për të qenë në lartësinë e historisë së Shqipërisë me Europën dhe të Europës me Shqipërinë. Sot është koha për këtë besim të lartë. Është një besim shumë i lartë. Më shumë se kur sot është dita që Naimi e pa dhe u ngazëllye kur këndoi, ja ke vërtet, pse rrjeqet për Shqipërinë ditë e mira pas këtaj vinë, shkoj errësira, lum kushtërojnë, ta shoh zonjë. Dhe zonjë Shqipëria bëhet kur ne, bijtë dhe bijat e saj, t'ja vendosim mbi kokë kurorën me 12 yjet që flamuri europian i uazoi kurorës së zojës lartë në qell, asaj zoje nën e pelegrinëve që shpresojnë që si pajtore e Shqipërisë kremtohet pikërisht këtë muaj, njësoj siç populli me tradit, po këtë muaj kremton lindjen e shëngjergjit shqiptarve, Gjergji i Kastriotëve, ati i shqiptarve na qof mbrojtje dhe udhërrëfyes në pelegrinazhin ton europian, dhe nana i shqiptarve na sjell këshillën e mirë dhe bekimin për misionin dhe pelegrinazhin ton të shenjtë drejt tokës premtuar, atje na të shpin ku na pret këndi ynë. Rrof Shqipëria si gjithë Europa, rrof të Europa e gjithë shqiptarëve.